po e them publikisht ta dëgjojnë gjithë, nga pikpamja morale ky s'është akt as burror, as juridik, e imja personale, e maj përgjegjësi për këtë që po them. Por, nga pikpamja juridike tani, ne ndodhemi para i fakti. Imagjinoni kodin e procedurës civile, kur një palë që ka bën ankimin, heq dorë nga e drejta e ankimit brenda afatit të parashikuar me ligj. Çfarë ndodh në gjykata? Pyetje juridike që mos bëj supozime. Çfarë ndodh kur heq dorë? Atëherë ankimi s'ka vlerë. Dakord? Dhe po e njëjta gjykatë e shkallës parë vendos mos kalimin e seancës dhe vendos atë deklarimin. Apo jo, e bën me deklarim që ky ankimi s'ekziston më dhe shkon fare në apel çështja. Kështu që në rastin konkret, pyetjet që lindin janë dy për këtë komision sot para se të marrim vendim. A ka vullnet Partia Socialiste ta marrin vesh dhe shtypi edhe opinioni publik që marrëveshjet e mëparshme parlamentare mes dy forcave, pozit dhe opozit, kanë vendosur që për kryetarin e kontrollit lartë shtetit dhe avokatin e popullit ky pozicion t'u lihet kandidatëve të propozuar nga opozita? Ekziston kjo apo s'ekziston? Kjo është një deklaratë politike që e keni ju në dorë, meqenëse se jeni mazhoranca, edhe pse kontestuar nga ne për zgjedhje të pandeshme dhe jo të rregullta, të thoni po ne jemi dakord që këto poste ti mbeten opozitës si mas marrëveshjes dhe praktikës parlamentare të mëparshme. Pyetja e dytë, a kemi dijenjine si komision, ju si kryetar komisioni, për faktin që ka ndodhur që ne kemi tërheqë gjithë si Parti Demokratike nënshkrimet? Këto janë dy pyetje që e zgjidhin gjithë kasusin. Pra, juridikisht ne jemi në fazën që nëse ne kemi tërheqë nënshkrimet, automatikisht shumica prej atyre kandidatëve që kanë nënshkrimet tona, që kanë paraqit kandidaturën e tyre, nuk janë më kandidatura. Atëherë i bie që ne, meqenëse kemi shkel gjithë afatet kushtetuese, kaq vite që ka mandat të zgjatur zonja Ballanca për shkak se kuvendi më parshëm nuk e ka zëvendësuar sipas procedurave, nuk prish asnjë punë, procedurë të përshpejtuar brenda një kohe shumë të shkurtër, të riparaqiten kandidaturat dhe të zgjidhet avokati i popullit. Pra pyetja ime e parë është, a ka vullnetin pozita sot që ta lërë këtë post avokatin e popullit opozitës? Pyetja e parë. E dyta, a kemi dijenjën si komision që janë depozituar tërheqja e nënshkrime për kandidatët? Mbarësi kësaj vazhdon dhe mbledhja. Faleminderit. Zoti Blushi. Zoti kryetar, së pari dua t'ju kujtoj që një nga funksionet themelore të këtij komisioni është që çdo akt që ne këtu miratojmë duhet të jetë në përputhje me konventat që ka ratifikuar vendi ynë, me kushtetutat dhe me ligjet. Po bëjmë sot një diskutim pasi në fakt kemi kaluar dy faza që në vlerësimin tim duhen evidentuar. Momenti i parë është vendimi i datës 17 nëntor, sepse nuk ishte vetëm një çështje shprehje vullneti nga ana juaj, po ka një vendim të këtij komisioni, ka një raport të këtij komisioni, cilin e keni firmosur ju, të cilën e keni përcjellë të gjitha grupeve parlamentare, për dijeni sigurisht edhe kryetarit të kuvendit, në cilin unë po lexoj dhe doja u shpërndaj dhe mediave për të qenë dijeni, vetëm një fjali, të firmosur nga ju. Një deputet mund të mbështesë vetëm një kandidat për pozicionin e avokatit të popullit. Megjithatë, ky moment ezaurohet për sa kohë kemi një shprehje vullneti nga ana e deputetëve të opozitës, pra jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë së Lirisë, për të tërhequr nga firmat e dhëna për disa kandidatë për avokat të popullit. Dua t'ju kujtoj që të drejtën e propozimit ose të qenurit kandidat nuk e bën shprehja e vullnetit, por e bën firma e deputetit. Tërheqja nga firma është një akt juridik. Heqja dorë, dorëheqja. Sepse sipas kësaj logjike, kushdo që ka dhënë dorëheqjen deri më sot, apo jo, nuk do njihet sepse pra kemi një tërheqje, një shprehje vullneti të certifikuar këtë dhe me vendim, pra të gjithë deputetët që deri në këtë moment kishin firmosur për një ose për dy kandidatura, kanë bërë një shprehje vullneti, pra kanë tërhequr firmat nga kandidatët që ata kanë vlerësuar që i plotësonin këto kriteret, dhe në këtë moment ky proces bëhet nul. Ju lutem zot. Ju lutem që ta mbaroj argumentin tim.
Pra, në momentin që deputetët janë tërhequr nga firmat apo nga mbështetja e dhënë për një kandidaturë, ky proces rrjedhimisht bëhet nul. Doni apo nuk doni ju. Heqja dorë nga firma është akt juridik, zoti kryetar. Dhe ky komision, që në themel dhe në qendër të funksionit të vet ka pikërisht verifikimin nëse aktet, ligjet, propozimet, amendamentet janë apo jo në përputhje me Kushtetutën, me ligjet apo me kodet e konventat e ku e diun se çfarë tjetër, duhet ta vlerësoj edhe këtë moment. Kandidat nuk të bën shprehje vullnetit, të bën firma e deputetit. Asnjë kandidat sot nuk ka firmën e një deputeti të opozitës. Uroj dhe shpresoj, por nuk habitem, që ju sot nuk doni të kaloni kandidat, por të kaloni disa diversant për të kapur dhe këtë institucion. Pra në qoftë se ju do avanconi me idenë për të miratuar disa diversant në këtë mbledhje komisioni, se në vlerësimin tim ata nuk janë kandidat, por janë diversant, dhe për më tepër nuk habitem që kjo mazhorancë që ka falsifikuar edhe firmën e kryetarit të kuvendit, për cilën edhe jeni paditur në SPAK, por që kur nuk e morën vesh se kush e falsifikoi firmën e kryetarit të kuvendit, të mos habitemi që të kemi dhe kandidat që realisht nuk kanë asnjë mbështetje, por që ju të presupozoni që kanë mbështetjen dhe firmat dhe deputetëve të opozitës. Megjithatë e theksoj, asnjë kandidat nuk ka asnjë firmë në këtë moment që ne flasim. Për më tepër nuk habitem edhe nga faktin që jeni një mazhorancë e certifikuar që atë që thoni ditën e mohoni natën ose e kundërta, dhe i referojmë këtu një deklarate publike të kryetarit të grupit tuaj parlamentar, që deklaroi botërisht që ne do ja lëm kandidatin ta propozoj opozita. Lejani opozitës së drejtën të propozoj kandidatin, qëndrojeni korrekt vullnetit politik që shprehet, ose na bëni të qartë që ne sot në komision do kalojmë një listë me diversant, do kapim dhe instruksione avokatit të popullit, Taulant Balla Gënjeu që Zoti Blushi, parë zotin se 5 herë ke përsërit gjithë atë fjalë. I përsëris, i përsëris, tani për herë 6 lutem për mbyllje mendimin se i përsëris për vetë faktin që ju ti fiksoni. Ose që të po të fiksuar i kemi, mos të fiksuar apo po pra, e keni të fiksuar që gënjeni, mashtroni dhe kaloni akte antikushtetuese. Por dua të ndërgjesoj, nëse ka ndonjë koleg të përgjegjshëm nga ana e mazhorancës, që të mos bëhet pjesë e kësaj farse. Sa herë na bëni thirrje ju të ndërgjegjsohemi, aq më shumë na voton populli. Jo, aq më shumë ju thelloni. Aq më shumë ju thelloni palishmërinë, sepse ende nuk keni dhënë përgjigje kush falsifikoi firmën e kryetarit të kuvendit. Edhe dini ju shumë arsye. Po zoti Mile e ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryetar. Në vazhdim të këtij debati, do doja të ndaleshin disa pika duke vlerësuar dhe situatën dhe nga pikpamja teknike. Së pari, ideja që firmat fillojnë dhe mblidhen pasi komisionit miratoi listën është një proces që ne edhe nuk mund të fillojmë ta verifikojmë. Kur mblidhen firma nuk vjet data. Pra kandidatë caktuar që dalin dhe lobojnë duke takuar deputet ndryshëm për të mbledhur firmat, nuk i thonë që ka ardhur data dhe në bazë të kësaj date të vlen apo jo firma juaj. Kështu që në një farë mënyrë ne nuk mund ta verifikojmë këtë. Nëse ajo është një firmë deputeti është e vlefshme, pavarësisht se kur ky kandidat e ka marrë. Nëse emri i tij kalon në komision, atëherë është firmë e vlefshme, edhe nëse është marrë përpara. Ose nëse ai nuk kalon, megjithëse firma mund të jetë marrë pa vlefshme sepse nuk ka kaluar filtri i komisionit. Një sekond. Për çështjen tjetër, për pjesën e treqes. Të nderuar, ju e dini që firma e çdo personi, pra shprehja e vullnetit të tij është akt juridik i cili krijon pasoja. Aq më tepër kur jeni deputet, firmat tuaja kanë krijuar pasoja juridike. Pra në një farë mënyrë ju i keni marrë dhe keni futur në proces këta persona. Pra në fund ditës për çfarë po diskutojmë? Po diskutojmë për disa kandidatura të cilat kanë marrë